Procesi për organizimin e zgjedhjeve të pjesshme të nëntorit në 6 bashki është përballur me pengesën e parë serioze ligjore. Komisioni rregullator në KQZ nuk arriti të miratoj aktet e nevojshme, pasi dy anëtarët e propozuar nga opozita, Muharrem Çakaj dhe Helga Vukaj, refuzuan të votojnë së bashku me mazhorancën. Nga 5 anëtarë në total vetëm 3 dhan votën pro, ndërsa ligji kërkon 4 vota për miratimin e akteve që përcaktojnë afatet e procesit. Sipas burimeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, këto akte janë thelbësore për nisjen e fushatës zgjedhore, regjistrimin e kandidatëve dhe rregullat teknike të votimit në Bashkitë Tiranë, Vlorë, Berat, Mat, Tepelen dhe Cerik. Pa miratimin e tyre, procesi rrezikon të mbetet i paralizuar. Opozita kërkoi që Bashkia e Tiranës të trajtohej si një rast më vete, ndërsa gjykata kushtetuese të vendosë për ligjshmërinë e shkarkimit të Erlion Veliajt. Megjithatë, kjo kërkesë u rrëzuar nga anëtarët e propozuar nga mazhoranca, duke thelluar më tepër plasjen politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Përballë kësaj situate, bllokimi i Partia Socialiste pritet i drejtohej sot kolegjit zgjedhor, me kërkesën për të zhbllokuar procesin dhe për të mundësuar vijimin e procedurave zgjedhore. Burime nga Selia Ros theksojnë se nuk mund të lejohet që zgjedhjet e dekretuara nga presidenti të mbeten pezull për shkak të një manovre politike të opozitës. Nëse kolegji pranon kërkesën e PS-s, KQZ do të detyrohet të mblidhet sërish për të miratuar aktet brenda javës. Përndryshe, afatet ligjore rrezikojnë të shtyjnë edhe zhvillimin e vet procesit zgjedhor.